një nga një, po çfarë bëjnë? Dajnë parat, që marrin nga prokurimi. Kjo është turp. Tu është bën për t'ju vënë kamerat atje. Dajnë parat. Edhe i shef nga mënyra si ikin dhe si dalin. Ta të vjen parat, po çfarë duhet? Si hale do thuash. Po prandaj thash hale. E ne flasim teorikisht. S'na duhen fjalët, na duhen veprat. Teorikisht da kemi shtet, tha. Praktikisht jemi sunduar nga i grupa i dutësh, që mbajnë nga i flamur politik. Kështu është dallimi. Në lidhje me shtatorin, unë mendoj që për disa probleme, si tha i tha, si zhduken bathë, tha, janë larg bashkë, tha. Shtatori vërtet ka dhe 3 muaj për të ardhur, po do kemi besoj ngjarje. Dhe geopolitika do t'i përshpejtoj disa ngjarje në Shqipëri. Kështu në hasëm. Do t'i përshpejtoj. Po patjetër. Dhe shqiptarët e lexojnë mirë mesazhin, që për zgjedhje janë uruar vetëm ata. Amerika është, për mua deri tani, nuk ka rëndësi me kuriz nga ky establishment politik shqiptar. Amerika është me kuriz nga ky establishment politik shqiptar. Pse? Çfarë në kupton, Romeo? Unë kuptoj që çdo forcë e re politike që që do ta bëjë këtë vend me këtë bot kuptim perëndimor. Është i pritur bashkëpunoj me Amerikën. Edhe me Europën. Unë besoj që këtu duhet shkojmë. Ato 33 kapitull nuk i përkasin qeverisë, na përkasin ne. Janë 33 kërkesa që ne të bëhemi. Dhe s'ka nevojë sot të kesh edhe program politik. Bëj këto 33 kërkesa, krijo tregun e lirë. Kush e krijon tregun e lirë? Ekonomia. Po kush e krijon? A votojnë këta për tregun e lirë? Po ndaj hikëm nga i sistem, se ishim treg centralizuar, me qindra fabrika shumë të mira, por që s'kishe produkt. Se ishe tregu që s'kishe konkurencë këto ato. Ne që bëri Çekia? Për shtati, këtë treg, atë treg që kishe me tregun e lirë. Dhe konkuron prodhimin e makinave, të kamionve dhe shumë gjëra tjerë konkuron Gjermaninë, Francën, po edhe Spanjën, ka t'i kaluar këto vende për cilësinë e makinave që ka. Edhe ata që ishin dikur emigrant Greqi, çekët, sot ka një vend, ka të krahasuar me Greqinë. Greqia është lule për pozicionin që ka, për detin e për gjitha, e ka GDP më të lartë se Greqia. E ka GDP më të lartë. Shif ritmin e rritjes ekonomike Poloni. Po ne pse s'bëhemi ne? Pse s'deklarojnë ta që ne kemi të shtuar tranzicion? Ne, nga tregu centralizuar, kemi kaluar, nga monopoli, kemi kaluar në oligopole, apo duopole. E në kemi ngel këtu, mes rrugës ne. Vetëm Dante na kupton ne. As në parajs, as në ferr. Kemi ngel këtu në mes. Kështu që ne kemi nevojë, pse s'deklarojnë këta? Pse s'ton këto 2 forcat e mbaja politike që u plakën duke na qeverisur për sëmbari sipas tyre? Pse s'deklarojnë sa është minimumi etik? Që minimumi etik është 1/3 ushqim, 1/3 strehim, unë prandaj e them që ti ngeli njerëzit, 1/3 edukim. Shqiptarëve nuk i del ti bën 2-3 punë, unë e di shumë mirë, për të jetuar, për të mbajtur frymën gjallë. Jo më pasaj kur vjen momenti për edukimin e fëmijëve e për strehimin. E vështirë është fakt. Jo vështirë, pa mundur. Si për të shqiptarët? Kjo zgjidhe. Po që zgjidhësh të, ty t'ja marrësh tyre, gopseve të ndhej, tyra i duhet të ndhej. Merre. Po si mund dali një idiot tani, po s'është një idiot, po dali 20 idiot që janë me 100 miliona euro. Po këtu nuk funksionon pra. Ne kemi dhënë që shumë i suksesit është, shko, vije veten me qira tek ai që mund të jetë një krye maskarasi për te, që të përdor ty, edhe mbaj pasurinë. Po kështu është. Ku është shumë i suksesit? Ku është? Kanë ardhur njerëz nga jashtë, kanë hyrë një kompani këtu i kanë thonë, në shtet ka qenë. Ore, kemi marrë kështu, për aparencë që
Ka ardhur nga Anglia, ikër se s'kemi nevojë për më të tua. Bishin shali shkthyer prapë në Angli. Kemi marrë sa për CV, sa për pamje. Po sa për e dyta, as CV nuk e duan këta. As CV. Plot e kam, po ku ti vjen puna? Shumë e vërtet kjo. Po, pjesë. Kështu që Ne jemi pak tribal në këtë format. s'është tribal, më po shërsia ka ardhur në atë pikë që njerëzit kërnohen vetëm me parat. Nuk ka rëndësi se çfarë je në moral, çfarë ke bërë, çfarë përfaqëson. Nuk duam më dha. Ai njeri që thonë që ka parime, ai të mbahet atje me dhunë. Po ne kur të kërcasin i padi nesër dhe nga jashtë, që ti më ke diskriminuar për këtë arsye dhe ti paguash ti nga xhepi jot tëra këto që ti llogaris nesër unë për dëm, ke sjellë dëm shpirtëror etj. Po ta bëj kështu në emër pasaj të 1.500.000 shqiptarëve. Një parti tjetër që ke ndaluar votimin, edhe diskriminim, një parti tjetër që më ke idea politike, dhe kur dalin ta që kanë bërë krime kundër njerëzimit pasaj, se krimi klasifikohet nga pasojat. A kanë ikë shqiptarët? Po. Ajo janë ndërprerë këto drejta, nga 30 ca drejta që ka saksionuar dhe ka njohur si pati tërsueshme OKB-ja, që në 48-ën. Dhe janë drejta që nuk më lindin mua se i doj qefi Berishës dhe Ramës. Janë drejta që unë i kam pse unë ekzistoj. E drejta natyrore. Po ne nuk e shpjegojmë shqiptarëve, se ne kemi nevojë që ka arsimi aty. Ti mësojmë, mos vjedhim, mos bullizojnë, se pa dhe po vriten. Ta qojnë pështia të qunin e ati biznesmenit që është bërë deputet, edhe që u shet mend atyre me arrogancë që ve polisi për fundet tjera të tjera. Pra ne kur kemi qasin tjetër nga brenda, ne du të kishim ata në Europë tani kanë kaluar, kanë bërë brezin e tretë tani që edukojnë me ekonominë e tregut. Ne çfarë po edukojmë ne? Me institucione. Arriti një nga kancelarët më suksesshëm, erdhi nga lindja e Gjermani, Angela Merkel. Ne kemi femra kështu sa duash, por nuk shkojmë me kotizacion. Me aftësi, Zoti ndan njerëz nga devotshmëria. Ne s'po themi femra të rinë shtëpi. Bile jam edhe për femrat, ti favorizojmë. Ato 5 ditë në muaj apo një javë sa kanë atë ciklin e tyre. Të rinë shtëpi patjetër më. Të rinë shtëpi, edhe pati drejtë në mbrapsht kur e tha. Të rinë shtëpi. Se edhe ato që një pjesë ritorturohen atje, për të kënaqur pushtetin një pjesë tjetër. Se s'po aj sa punojnë. Po, aj sa punojnë shumë. Dhe ka mundësi me këtë lloj efikasiteti që kemi ne, shkojnë të rinë shtëpi. Në mos po të rinë të edukojnë fëmijët. Kjo njihet ajo, domethënë. Se nëna është pozicion më të vështirë. Baballarët nuk kanë marrë rrugët. Janë në emigracion. Tani një popull që ka rreth 2 milion banor ka në emigracion. I jepi një rol nënës si që duhet. Nuk është shembull për mua ajo që kërcet takat edhe ushtron një lloj pushtetit pa lishëm të tjerët për t'i kënaqur egon e një femre jo normale. Shembull është nëna e mirë. Ajo shqiptare e mirë që rrit shqiptar të mirë, rrit njerëz të mirë. Pra po të fillojmë ne kemi nevojë për një tamam se qeliza, për mësues të mirë që nuk i kemi. Janë lodhur, mjek të mirë se janë lodhur dhe ata e janë dorëzuar rishfetit tyre. Nuk bëhet kjo me aksione, kjo bëhet me duke kapur problemin nga rrënja. Dhe këtu ajo keqja flet brenda nesh. Edhe ai që ka pasur një heshtje ka shit keqjes, ai ka qenë bashkëpunëtor. Dhe këta i kemi në qafë, në fund, që mos t'i vë kapakun kësaj pike, pse ne jemi nënshtruar. Ata që nuk drejtojnë mbas ligjeve janë sundimtar, dhe ata që i bindet sundimtarëve janë slevër. Ne duhet të heqim dorë nga mentaliteti i slavit. Çka kanë tjerë shumë se ne? Përballje me të huaj në ka treguar, unë s'kam në një lloj kompleksi. Kur ulem me jurist tuaj. Do ma mbyllë se jemi në minutat e fundit. Urdhë, thuaj edhe pyetjen e fundit. Jo, i mbylla, unë s'kam më pyetje, thjesht po pres kur do mbarosh ti. Kështu që avokat, jo thjesht vetëm duke qenë se po hym në një cikël emisionesh edhe. Pra nuk pres në një gjë të madhe në shtator. Në shtator besoj do të jenë më të kujdesshëm ata që do të hyjnë. Pra politika ndërkombëtare duke të çuar disa mesazhe që unë pres të çoj,
që t'jenë më kujdesshëm. Pra nuk do t'jenë më kaq arrogant. Dhe unë këtë e shoh domethënë. Avokat, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e emisionit Sinjal nga Uner Malpeçi. Faleminderit. Kënaqësi të dashur teleshikues dhe miq të Antena Televizion. Falenderoj secilin për ju që na ndjek, që komenton live mbi ngjarjen apo zhvillimin që ne diskutojmë në emisionin ton si Sinjal, por dhe ashtu në emisionin pa emër. Mos u largoni nga Antena Televizion, bëni subscribe, regjistroni, shpërndajni miqtë tuaj dhe do të rishemi përsëri për aktualitetin politik, por dhe për ngjarjet që janë duke u zhvilluar dhe duket se tashmë rinumërimi do të ketë surpriza apo jo. Nga Uner Malpeçi, mirupafshim.